Përshëndetje dashur miq dhe mirë se vini në një tjetër episod të emisionit Rind për të Rindën e të Shkoqa. Sot do të flasim për një ngjarje shumë të rëndësishme dhe shumë të veçantë kulturore që ka marrë shumë vëmendje në qytetin tonë. Festivalin e Teatrit të Rinjve, i cili këtë vit erdhi me edicionin e parë në qytetin tonë të Korçës. Për pesën e treshtë, trupa të ndryshme gjimnazistësh nga gjimnazet e ndryshme të qytetit të Korçës sollën në skenë energji dhe talentin e tyre, por një nga shfaqjet e cila u veçua dhe në fund të konsideruar si shfaqja fituese, ishte shfaqja Stina e Ujkut, vënë në skenë nga regjisorja Ilda Pepi dhe interpretuar nga nxënësit e Kolegjit Preka. Gjithashtu, për herë të parë hipnin në skenë në këtë festival edhe nxënësit e shkollës së mesme artistike Tefta Tashko Koço. Në studio jemi këtu me regjisoren Ilda Pepi. Përshëndetje dhe faleminderit që e pranuat ftesën. Përshëndetje, faleminderit ju që më bët pjesë të emisionit tuaj. Ilda, si nisi ideja për këtë festival? Besoj se ideja për festivalin e teatrit ishte një ide e Blertës, e drejtoreshës qendrës kulturës dhe inovacionit këtu në Korçë, edhe ishte një nismë për të çuar më tej rinshow, për të bërë diçka pak më serioze, doja të thoja, diçka më profesionale, në një mënyrë për të afruar më shumë të rinjt drejt teatrit, për të sjellë ca breza në vitet që vijnë. Besoj se kjo ka qenë idea, dëshira edhe qëllimi kryesor. Sigurisht, më falni, unë e vlerësoj shumë idenë e Blertës, jam rikthyer për të punuar me të rinj pas 10 vitesh, kisha 10 vjet që isha shkëputur, nuk e gjeja më në asnjë moment veten për të bërë rinshow, doja diçka ndryshe. Rinshowun e kisha bërë në rinin time kur kam qenë vetë gjimnaziste dhe tani më dukej sikur çdo gjë kishte ngelur aty. Pavarësisht sepse ai është një aktivitet shumë i bukur, por kisha nevojë të bëja diçka tjetër. Dhe kur dëgjova që do të bëj festival i teatrit, i thash Blerta, dua të vi dhe të vendos Stinën e Ujkut. Në fakt, Stina e Ujkut është një dëshirë, një mendim imi i cili ka xhiruar për 10 vite her pas here në kokën time. Me Stinën e Ujkut jam njohur kur kam qenë studente. Altin Basha, profesori im, pa dashur kishte, domethënë, jo se ishte nisur për të bler një libër të Ridvan Dibrës, ai nuk e njihte shkrimtarin dhe i kishte bërë shumë përshtypje titulli Stina e Ujkut. Dhe kishte vendosur ta blinte. Dhe meqense ne ishim viti fundit master, tha hajtë të eksperimentojmë dhe të bëjmë diçka ndryshe dhe ne vendosëm Stinën e Ujkut në akademi. Sigurisht nuk është i njëjti tekst. Sepse Stina e Ujkut ka një bisedë të njeriut me ujkun, të njeriut i cili në një dimër të pashembull, për shkaqe që nuk i kishte as pak të qarta dhe që kur nuk i mori vesh, u përbus, u sha dhe u përndoq nga njerëzit. Çka e detyroi ta braktiste qytetin me gjithçka që kishte brenda. Dhe të shkonte të strehoj në një shpellë diku maj malit dhe të jetonte me ujkun. Është një mesazh shumë i fortë për shoqërinë. Libri është shkruar, është botuar, besoj më shumë se 15 vite përpara, por është një mesazh i cili do të jetoj, është një libër që pas shumë e shumë vitesh do të rëndit çdo shpirt që e lexon. Janë ca mesazhe të cilat patjetër duhet i kemi në teatr. Edhe Altini e vendosi, por e vendosi ndryshe. Edhe kur ti bësh pjesë e një shfaqje, gjatë gjithë kohës mendon, jo, kjo nuk duhet ishte kështu, duhet ishte ashtu. Ne donim ta vendosim me ujkun, nuk patëm mundësi ta kishim ujkun, dhe vendosim një shfaqje të cilën duhet ta jepnim për provim. Por në të gjithë librin ishte një tregim që quhej Zërat. Ai ishte i preferuari im, nuk ishte pjesë e shfaqjes tonë, por atë unë e mbaja në sirtar. Dhe kur Blerta... Se ishte i preferuari? Ndoshta sepse ishin zërat e njerëzve të një qyteti, të cilët flisnin se si e përbuzin njeriu, se si e godasin njeriu dhe thonë që janë të pafajshëm. Dhe pastaj kur njeriu largohet, thonë pse na iku. Edhe kjo gjë më pëlqente, ndoshta në shumë momente mund të gjej
edhe një pjesë të vetes time, që shumë herë mërzitem në rrugtimin tim në këtë qytet gurt, edhe pse është i bukur në pamje. Shumë herë shumë i ftohtë. Shumë i ftohtë edhe ajo ftohtësia e këtij qyteti të vret. Dhe ndoshta kam gjetur atë hikjen time her pas here. Dhe vendosa ta vënë në skenë. Ndoshta ishte pak e vështirë, sepse të rinj të duan komedi. Dhe pjesa ime nuk ishte komedi, ishte i gjitha filozofia e jetës, ishte një thirrje, ishte një klismë e shpirtit të vrarë, të shohë se si njeriu tjetërsohet dhe njeriu nuk e gjen dashurinë, mirësinë, lumturinë tek njeriu, por e gjen tek kafsha. Dhe aq më tepër tek ujku që njihet si ndër kafshët më pak të zbutura. Edhe pata dashurinë, mirësinë, përkrahjen, mbështetjen nga nxënësit e shkollës dhe të gjimnazit Preka. Konkretisht si ka qenë të punosh me nxënës me të rinj, të cilët ishin duke hedhur hapat e tyre të parë drejt skenës të teatrit, pra nuk ishin aktruar më parë? Ishte bukur, për sa kohë të rinjt besojnë dhe pranojnë atë që ti je. Nëse do të bësh një shfaqje të mirë, nëse do të jesh një grup i mirë, duhet të jesh grup. Në momentin që njerëzit të besojnë edhe të kuptojnë, atëherë ti mund të ecësh. Sigurisht që shfaqja jonë ndryshoi, ne e nisëm ndryshe. Do të thënë, ideja ime në këto 10 vite ka qenë ndryshe për këtë shfaqje, kur njoha të rinjt ajo ndryshoi dhe një ditë marr një telefonat dhe më thonë se një vajzë nga shkolla Tefta Tashko Koço donte të bëj pjesë e festivalit dhe nëse unë kisha një material të pandar dhe t'ja jepja asaj. Sigurisht që nuk kisha asnjë material, por nuk dua t'i them askujt që do të merret me teatr ose me art, nuk ka vend. Dhe sidomos nga shkolla Tefta Tashko Koço që nuk marrin pjesë kur, nuk e di, ata janë artistë, duhet të ishin fryma e parë e këtij qyteti. Sepse është e vetmja shkollë arti dhe shkolla të mesme arti kemi shumë pak në Shqipëri. Dhe ata nuk e di pse janë gjatë gjithë kohës shumë të izoluar, janë gjatë gjithë kohës sikur jetojnë në një planet tjetër, ndërkohë që të gjithë të rinjt marrin pjesë në për aktivitete. Dhe thash po, patjetër, nuk kisha tekst, sigurisht që gjeta një tekst. Sigurisht që fillova ta mendoja ndryshe, vajza i binte kitarës, okay, mendova do të bëj diçka dhe vajza më thot, po të marr unë një pianist. Atëherë nuk e di, sikur lindi dielli për mua. Edhe shfaqja ime nuk ishte ajo që unë nisa. Riformua. Shfaqja ime riformoi gjatë gjithë kohës, me çdo përplasje, me çdo gjë të re që ndodhte. Isha me fat për të rinjtë e mi. Vërtet isha me fat, edhe sot që mbaroi festivali, më merr malli për ta. Të drejtë. Ne në fakt që sa u takuam në studio dëgjuam Ilden që u thoshte të rejave, çfarë do bëj unë pa ju tani? Është kur punohet bukur edhe kur ne e duam njëri tjetrin, ajo dashuria, emocioni, dëshira që shohim në sytë e njëri tjetrit është ajo që na mungon në përgjithësi në përditshmërinë tonë. Edhe ky aktivitet më krijoi një dëshirë për të punuar me të rinj, por deri diku. Sepse është pak e vështirë. Normalisht është e vështirë. Nuk mund të them që kemi kaluar pas një lloj pengese. Kemi patur pengesa, por e rëndësishme është që ne ja dolëm. Dinamika gjatë provave. Pikërisht. Dinamika gjatë provave ishin shumë të mira. Domethënë, nëse unë thoja që ne nuk jemi mirë, duhet të punojmë kështu ashtu, edhe duhet të punojmë fort, më falni, kjo është vepër e vështirë. Ata më besonin dhe kjo është ajo që ne na bëri të ecnim mirë në këtë pjesë të vështirë, sepse ne nuk kishim, ndryshe nga të tjerët që kishin një vepër teatrale, ne kishim vetëm një tregim. Zërat është një tregim dhe ne e dramatizuam dhe munduam ta sjellim në mënyrën më të bukur të mundshme dhe më të kuptueshme. Sepse rëndësia më e madhe në teatr nuk është thjesht të japim disa mesazhe, është që të kuptohemi nga të gjithë. Dhe besoj se pjesa më e madhe e kuptoj. A kishte ndonjë moment kur mendove se shfaqja nuk do t'i arrinte pritshmëritë tuaja, ndoshta do të dështonte ose
Po, shumë herë kur fëmijët vinin, i quaj fëmijë sepse janë fëmijët e mi. Sigurisht, shumë herë kur të rinj të vinin komplet të çorientuar dhe bënin ca prova si të rinj. Që i kap emocioni edhe nuk e kanë mendjen fare. Mendoja po, kësaj radhe e humba. Por ditën e shfaqjes ishin fantastik. Më treguan që po ata kanë qenë me mua gjatë gjithë kohës, më kanë kuptuar, më kanë besuar dhe kanë bërë më të mirën e tyre, se kjo është më e rëndësishme. Në fund të ditës të bëjmë më të mirën tonë për të treguar çfarë dim të bëjmë. Po. Jo ta mbajmë të rinj të surprizojnë në momentin e fundit. Në fakt ju isha lutur mos më surprizoni, sepse kur ne duam ndonjëherë të bëjmë më të mirën, bëjmë atë që nuk duhet. E provova edhe këtë gjatë provave, por ju luta që të mos më surprizonin, edhe ata nuk më surprizuan. Më surprizuan në më të mirën e tyre, në atë që bënin në prova, por nuk më surprizuan duke dalë jashtë kornizave. Të surprizuan duke fituar. Siç e the, nuk e prisje, kishte momente që nuk e prisje të fitonin. Të jem e sinqert, duhet falenderuar dhe duhet thënë që të gjitha shkollat ishin fituese. Sepse të bësh teatr me të rinjt, kur ata janë në shkollë, kur ata nuk munden, kur ata kanë kurse, të sjellësh disa vepra të mira, të bukura, është një fitore për qytetin tonë, për të mbajtur gjallë artin, frymën e artit, sepse ne jemi mësuar që në akademi të shkojnë çdo vit të rinj nga Korça. Kur unë kam qenë në akademi, ka patur në çdo vit nga një korçar, edhe ne nuk duhet ta ndryshojmë këtë gjë. Por, kjo shfaqja jonë ndoshta nuk ishte hajt të qeshim, ndoshta nuk ishte atë lehtësinë që mund të kishin të tjerët, por kishte ca mesazhe të forta të cilat të rinjt i sollën me shumë emocion, të cilët u bën pjesë e jetuan, e përjetuan momentin që ti goditesh me gur nga njerëzit e tu më të afërt, edhe ikën, e gjen gjithë dashurinë tek ujku, tek kafsha. Po disa nga cilësitë që këta të rinj treguan dhe sipas teje që ndikuan në fitoren, cilat ishin? Ne kishim një vështirësi. Ne e kishim muzikën në teatr, ne e kishim live me piano dhe duhet të falenderuar patjetër Bjorni, ishte fryma, ishte timoni i shfaqjes. Ne nuk e kishim të përcaktuar se kur mbyllej, sepse shumë herë të rinjt e zgjasnin atë monologun ose e shkurtonin. Po. Varet nga emocioni i tyre. Dhe Bjorni ishte gjatë gjithë kohës sy e vesh, i themi, duke kontrolluar dhe duke monitoruar çdo gjë që ndodhte në skenë. Dhe ishte ai që vendoste kur ata ndalonin dhe kur fillonin. Ishte emocioni i shfaqjes. Kisha dëshirë që sot ishte këtu, sepse patjetër ka vlerat e tij, edhe një artist i ri, i mirë, sigurisht nga një familje artistësh, por më sillte atë disiplinën e artit, nëse të tjerët shpërthenin në emocione, Bjornin e kisha aty në piano. Kështu që fitoria ime ishte besimi i të rinjve tek unë, sepse duke besuar tek njëri tjetri dhe duke mbështetur njëri tjetrin me ide, me dëshirë, me dashuri, ja arritëm të fitonin. Ilda, po ti personalisht si regjisore e kësaj shfaqjeje, si përjetove atmosferën e këtij festivali? Nuk pata mundësi të shikoj të gjitha shfaqjet, por sigurisht që ishte një emocion shumë i bukur. Duhet patjetër të rritim të rinjt në teatr, të mësojnë ç'është teatri, të mësojnë që në teatr nuk flitet. Kemi shumë probleme. Më shumë dëgjohet spektatori se sa aktori. Edhe ky është një problem shumë i madh, nëse ne nuk e rritim brezat që në teatrot e kukullave, e mandejnë në të rinjt, nuk do të kemi nesër pas nesër spektator, as ne profesionistët. Por me pak vështirësi edhe ja del që të rinjt të fillojnë të vlerësojnë, të fillojnë të përkrajnë ata që janë në skenë. Sepse të jesh i ulur në stol është shumë e lehtë. Është shumë e lehtë. Të bësh edhe kritikun, të japësh dhe mendime, edhe të flasësh, edhe të hash patatina,
është shumë e lehtë, por të jesh në skenë, të mbash emocionin, të mbash ritmin e shfaqjes, të mbash përgjegjësinë, dhe të çosh që nga fillimi deri në fund të gjithë shfaqjen me një frym pa u shkëputur në asnjë moment nga ajo, është diçka e vështirë. Ilda, tani dua të bëj një pyetje më ndryshe në fakt. Kur e ke nisur aktrimin apo dhe hipjen e parë në skenë? Aktrimin e kam nisur shumë e vogël, duke qenë se babi im ishte aktor, me dëshirën e tij më të madhe, ndoshta për të ma dhënë këtë profesion, pavarësisht se kur shkova 18 vjeç ta bëj diçka tjetër, se teatri është shumë i vështirë. Për herë të parë në skenë është një bisedë që e mbajmë gjatë gjithë kohës, kam nisur, kam dalë o 4 vjeç o 5. Herë themi që kam dalë në një mbrëmje viti të ri, edhe herë është një dyshim që mund të kem dalë për herë të parë në karnavalet. Ndoshta prandaj bëj karnavale sot, se ndoshta më kanë dhënë për herë të parë në karnavalet. Por dalja ime ka qenë kur kam qenë shumë e vogël. Dashuria ime për artin ka lindur ashtu në një familje ku më së shumti flitej për art. Jam rritur në qendër kulturore të fëmijëve dhe jam shumë e lumtur sot ku shumë prej shokëve të mi që takoja në shtëpinë e Pionierës, ose në qendër kulturore të fëmijëve, sot jemi profesionistë, jemi bashk. Dashuri e madhe, me shumë sakrifica, shumë herë mërzitem edhe largohem, ashtu si këtu te Stina Ujkut, largohet njeriu, për të rikthyer prap. Nuk e lë, sigurisht që nuk e lë, por të jetuarit në një provincë është pak e vështirë. Sado Korça është qytet i bukur, është një qytet që ne mundohemi me mishe me thojmë ta mbajmë gjallë, ta ushqejmë, të jemi aty çdo ditë. Prap jemi një qytet i vogël. Në qoftë se nuk do të ishe aktore, çfarë do të kishe dëshiruar që të bëhesh? Të njëjtën pyetje do të bëja. Nëse nuk do të isha aktore. Në fakt, gjithmonë më ka pëlqyer të vishem ndryshe. Gjithmonë më ka pëlqyer, edhe për këtë duhet të falenderoj mamin. Se gjithmonë flas për vllajin, gjithmonë flas për babin, edhe asnjëherë për mamin. Mami më ka mësuar që të vishem ndryshe. Mami më ka krijuar një unë brenda vetes time. Edhe do doja të isha stiliste, ndoshta ende dua të bëhem stiliste, por janë disa gjëra të cilat duhet i bësh në një kohë të caktuar. Pastaj jeta merr një rutinë tjetër edhe është pak e vështirë për të vendosur ende veten tënde. Për shembull, për këtë aktivitet unë jam falënderuese gjithë familjes time. Më duhej që të isha çdo ditë me të rinjtë e mi. Edhe më duhej që shumë herë djalin tim e ka marrë dhënë prova. Edhe shumë herë i thoshë, se jam duke luajtur. Kam patur një klith më ujku. Edhe për të thënë nxënësve që këtu kemi ujkun, e bëra vetë ujkun, duke qenë se fonia mungonte, dhe pas 2 sekondash, të gjithë të rinjtë e mi ishin futur në gjendje, ishin bërë gati, dhe pas 2 sekondash dëgjoj djalin duke bërë ujkun. Au! Jo, i thash, ata filluan të qeshin. Edhe duhet të falenderoj patjetër familjen, sepse të jesh në art, të merresh në art dhe të fokusohesh komplet në atë që bën, sepse në këto një muaj gjysmë kam humbur bashkë me të rinjtë e mi, kam humbur, do të thënë, problematikat e tyre, problemet e tyre në interpretim, diçka që nuk shkonte mirë, shkoja në shtëpi, e mendoja mos, her pas here pyesja se mos dikujt i thash diçka më shumë, që nuk duhet. Kam patur edhe nxënës që më kanë thënë në art punohet duke u zënë me njëri tjetrin. Edhe kam dashur të them që jo, në art punohet me dashuri për njëri tjetrin, sepse duke dashur njëri tjetrin mund të nxjerrim më të mirën e njëri tjetrit. Edhe nëse ne vim në prova pa dëshirë, nuk mund të nxjerrim më të mirën. Kështu që unë doja që çdo ditë ata të vinin me dëshirë. Sot po, duam përsëri të takohemi me njëri tjetrin, patjetër. Nuk ka qenë kaq e lehtë. Po. Sepse fëmijët e sotëm janë problematik, por unë vlerësoj sinqeritetin dhe thjeshtësinë. Në art nuk bëhet shiko se unë jam, sepse është skena që të thot hoft shoft. Edhe aty në skenë ndoshta nuk është ashtu siç ti pretendon që je.
Kështu që të pëlqen më tepër të jesh në rolin e aktores apo të regjisores? sigurisht aktore, nuk e ndroj asgjë. Në fakt unë për herë të parë e ndjeva emocionin e regjisë. Edhe ndoshta ne nuk e patëm teatrin për kohë të gjatë, për të punuar edhe për të qenë të sigurt në dritat, në fonia, ku të gjithë të ishin mësuar. Dua të falenderoj Sierën që ishte në premier tek ne për të na ndihmuar me fonin. Edhe ishte një emocion shumë i madh. Kujdes dritën, mos dritën, hape shumë, ule pak, të lutem këtë, mos. Atë shpejt fonin. Ka qenë një emocion shumë i madh. Edhe kur thanë e fituam. Okej, mirë. Mirë. E fituam. E fitua. Këto emocione duhen në fakt. Janë emocione shumë të forta. Por nuk do ta ndroja aktorin. Aktori ka përgjegjësi vetëm për skenën e tij, mund të ndihmoj pak kolegët për diçka që nuk shkon mirë në moment të fundit. Por regjizori, dhe kur ti nuk e ke skenën e teatrit gjatë për të bërë 3-4 prova me foni, me drita, ata, kur ne si profesionist kemi nevojë për kaq shumë për teatr, për të qenë të sigurt në veten tonë. Imagjino ca të rinj të cilët kanë atë dyshimin tek vetja e tyre, kanë atë paqartësinë akoma ku duhet të dal, kur dal, emocionet e forta për herë të parë festivali dhe ata nuk e kanë patur teatrin për një kohë të gjatë. Ndoshta kjo është diçka që mendoj mund të rregullohet në vitet e tjera. Unë e pranoj që në festivalin Kokofest ne kemi shfaqje të rresht. Por mendoj se në festivalin e të rinjve duhet të paktën 2 ditë që ta kenë të rinj të skenën dhe të mundet të bëhen gati. Ne do të kishim fatin, në fakt, të kishim edhe autorin, pjesë, por ati Shkodran. Sepse dhe u paragjykuam pak se ne kishim marrë një autor shqiptar. Ne gjithmonë jemi një vend pak i vështirë, gjithmonë e paragjykojmë njëri tjetrin. E kemi më të lehtë të zgjedhim të huajt, e kemi më të lehtë të kemi ca të huaj, vepra të huaja, të cilat jemi të sigurta që këto kanë material të mirë, janë të suksesshme, i kemi parë në përshfaqje, dhe është pak skeptike kur ti zgjedh një autor shqiptar, por sigurisht duhet patjetër që të lexohet Ridvan Dibra. Ashtu siç duhet patjetër të lexohen shkrimtarët e qytetit tim. Si patjetër duhet të recitohen poezitë e Skënderusit, patjetër në teatrot e fëmijëve duhet të vendosen dramat e Andra Pepit, patjetër e kështu me radhë, por duhet t'i vlerësojmë. Duhet të shtrim rënjët tona në fillim në dramaturgjia shqiptare. Nuk duhet ta lëmë, ndoshta me të rinjt, hajde të provojmë. Sigurisht ishte një provë, unë nëse e merrje tekstin dhe ta lexoj, ishte vetëm 20 minuta. Dhe shfaqja shkoi 40. Sigurisht pata Elenën, në të cilën e pash për herë të parë, nuk e njihja fare, dhe e pash shfaqjen në sytë e saj. Një nga sukseset e një regjizori është patjetër që të zgjedh aktorët në momentin e duhur, në vendin e duhur. Dhe unë 10 vjet jam shkëputur nga të rinjt, i njoh kështu pak në karnavale, pak në për aktivitete, në përgjithësi jam njëri që afrohem me të rinjt, i mbështes, për shembull në Rin Show, me Themistokliun tuaj, kam qenë si gomë shpëtimi lart tek dhoma ime, isha duke punuar me karnavale dhe të gjithë më vinin, mu prish kjo, ma rregullon, krahët, nuk i lidh dot, dhe i rregulloja. Erdhi një vajzë, donte të vendoste në parad, kishte disa kunja për të vendosur në kuriz, nuk i kishte vendosur kur, më kërkonte mua t'ja vendosja dhe si t'ja vendosja. Po, kam qenë gomë shpëtimin dhe kështu kam njohur disa të rinj, ose të rinjt e ansamblit, po. Por të rinjt e tjerë të teatrit nuk i njihja, edhe pse këtë vit isha pjesë e jurist në Rinart, njoha pak, po së largu, edhe me një të parë nuk arrin dot, as t'i mbash mend, edhe as të t'jesh e qartë në atë që vendos. Në fakt unë doja Raqin, duke qenë se unë kam qenë një raqiste, e cila patjetër do të punoj me Raqin. Është një dashuri pra të shkollë. Kur më thanë Maltën, okej, thash, më tha Blerta janë ndryshe, ndoshta
për stinën tënde do t'jenë të mirë, të ngrohtë. Po të ngrohtë ishin dhe ata të shkollës Teftatash Kokoço. Kështu që duhet patjetër të bëhet një punë e mirë dhe fort për t'i bërë dhe ata pjesë e aktiviteteve të rinjve. Patjetër duhet të mos lihen në një guack. Ashtu si ata bëjnë gjërat e tyre profesionale, përtej asaj. Në teatr, në art, duhet të shkosh pak përtej, duhet të eksperimentosh, për sa kohë je i ri, për sa kohë të lejohet. Kur bëhesh pastaj profesionist, ke ato kuadratat që nuk të lënë ty të gabosh më. Kështu që e gjeta çdo personazh tek të rinjtë e mi. Edhe jam e lumtur për këtë. Por Elenës i dhash pak më shumë përgjegjësi, i dhash një monolog që ma hapte shfaqjen, ishte fryma e shfaqjes. Ajo e hapte edhe ajo e mbyllte. Duke qenë dhe pjesë gjatë shfaqjes, por pikat kryesore, hapjen dhe mbylljen e kishte Elena. Dhe e pash që në takimin e parë syrin e saj plot. Thash, duke qenë dram, ma mban peshën kjo vajzë, thash. Edhe ma mbajti shumë mirë, qoftë në monologu, qoftë në kërcimi, me Rejin, patën 2 kërcime, duhet të theksoj që këngët i zgjodhën vetë, këngët që do të ishin pjesë e shfaqjes, sepse nuk doja që çdo gjë të ishte vetëm e imja. Edhe me Bjornin, kisha momentet e mia që i vendosa për monolog të ndryshme, edhe kisha dhe disa sugjerime të Bjornit, kisha dhe disa momente që më thoshte Bjorni, bo, çfarë ke këto? Ç'ke ti thosha, Lera, gjithmonë e kam të sigurt unë. Edhe kështu kaloj një emocion shumë i bukur, shumë i bukur. Unë në fakt i kam ruajtur këta, i kam ruajtur fort, por ata më dhanë një emocion që kam për ta mbajtur mend gjatë. Sepse them që pas shumë kohësh ndoshta do të kthehem sërish për të punuar me të rinjt. Marisollën dëshirën. Marisollën dëshirën, më plotësuan, më ngrohën shpirtin, sinqerisht më ngrohën shpirtin, edhe nëse ata nuk do të fitonin, kjo nuk ishte asgjë. Në momentin që ne sollëm një shfaqje ndryshe, në momentin që ne bëm diçka, morëm një tregim dhe e bëm shfaqje, dhe ata nuk janë fare profesionistë, ata mërziteshin. Dhe në fund i thash, po, më falni. Unë ju kam kërkuar sikur ju të ishit profesionist. Por më kuptoni, nëse unë do t'ju kërkoja pak, ju do të sillni akoma më pak. Nëse unë ju kërkoja shumë, ju ndoshta më sillnit atë që unë doja tek ju. Edhe e treguan që e sjellin mirë. A mendon se ky festival ju jep të rinj dhe hapësirën që meritojnë në artin skenik? Ky festival të jep hapësirën të mëson, nuk është e rëndësishme të fitosh gjithmonë, e rëndësishme është çfarë fiton ti si individ. Sot mendoj që të rinjt e mi din të bëjnë pauza, din të mbajnë emocionin, din të vlerësojnë kur shikojnë një shfaqje. Kjo është e rëndësishme, që njerëzit të edukohen. Sot je në skenë, nesër do të jesh në sallë, dhe duke qenë në skenë, e kupton se sa rëndësi ka që ti nesër të mbash heshtjen në sallë. Është pak e absurde që ne të flasim sot, në vend të flasim për vlera, flasim për qetësi në sallë. Por në këto situata jemi. Kështu që duhet vlerësuar shumë që në sallë të mbajmë qetësi për të dëgjuar dhe për të kuptuar atë çfarë ndos në skenë. Ndoshta shumë njerëz emocionohen, dashurohen pas teatrit dhe vinë të rinj të tjerë. Ne sot në teatrin Andon Zakoçajupi jemi vetëm të rinj. Më të vjetri në mosh, kemi Albano Prodanin, por patjetër do të presim të rinj dhe Korça nuk ka patur aktor vetëm për Korçën. Korça ka patur gjithmonë aktor për të gjithë Shqipërinë. Kështu që patjetër duhet punuar për brezat që vinë. Patjetër duhet me shumë dashuri, me shumë pasion. Duhet punuar. Dhe pikërisht çfarë mesazhi do t'ju jepni të gjithë të rinjve që duan të merren me teatrin, duan të bëhen pjesë e saj? Të lexojnë sa më shumë. Duke lexuar zhvillohet imagjinata, është një nga gjërat kryesore. Unë flisja gjithmonë të rinjve të mi për imagjinatën, me anë të imagjinatës sjellim emocionin. Nuk ka aktor pa imagjinat. Edhe libri është
është sekreti i një aktori të mirë, është mbështetja më e madhe, sepse ti mund ta shohësh film, mund ta shohësh teatr, po, ti vjen teatr dhe shikon atë shfaqjen si kam dashur unë ta vendos. Ti nuk e merr librin dhe e çon imagjinatën tënde ku të duash. Ti e shikon një film dhe shikon me syrin e regjizorit, çfarë ka dashur regjizori të tregoj. Në film je pak më kufizuar se sa në teatr, se në teatr lind dhe vdes aty, ndërsa në film regjizori i ndan vetë skenat e tij. Por duhet ta duan teatrin. Në fakt, teatri dhe arti është një profesion me shumë sakrifica. Duhet të lësh shumë gjëra mbrapa për të marrë me teatr, me art. Ti e di vetë. Duhet o duhet të dalësh me shoqërinë, o duhet të mësosh, o duhet të merresh me teatr dhe të lexosh. Por unë them që të rinë duhet të merren me art. Pastaj për ta patur profesion është zgjedhja e tyre. Sepse profesioni është përtej pasionit. Shumë herë më është dashur të luaj shfaqje që nuk kam dashur të luaj. E kam patur detyrim. Kështu që nuk është pasion. Dhe duke qenë se ti shkon në akademi dhe krijon një emocion, një ide në kokë se kush është arti, teatri, duke dëgjuar njerëz që flasin plot pasion për teatrin, për artin, për filmin. Dhe kur mbaron shkolla, ti përballesh me një realitet që është e kundërta e asaj që ti ke në kokë. Unë qesher pas herë dhe them, në vit parë do luanim në Hollywood. Në vit të dytë do luanim patjetër në Tiranë. Ndërsa në vit të tretë të gjejmë në një rreth, të futemi janë nga rrethet, të kemi një teatr në të cilin të luajmë vazhdimisht, kështu që nuk është kaq e lehtë. Arti, teatri, të paktën pas viteve 90, nuk e kam mbështetjen nga shteti që duhet të kishte. Dhe është pak e frikshme të thuash që aktorët paguhen shumë pak. Dhe prandaj them, i pranoj të rinjt, i vlerësoj të merren me teatr, por kur flitet për profesion, i them ta mendojnë mirë. Ma tha dhe mua babai, por ishte pak vonë. Mbasi më shumë vite kisha në skenë se sa jashtë skene, ishte pak vështirë për të thënë që okej, po bëhem juriste, se kështu donin. Ndoshta do isha juriste mirë, do të mbaroja ndonjë hall kur ta kishit. Por zgjodha të më shikonit në teatr. Por çdo gjë ndodh për një arsye. Po, çdo gjë ndodh për një arsye, por unë sot ja dedikoj të gjitha babait tim. Kështu ka lindur dashuria ime për artin. Nuk ka lindur kaq bukur sa që mund t'ju lind të gjithëve kur të gjithë i marrin prindrit e i çojnë të shohin art, të mësojnë me art, për të zbutur shpirtin e tyre, për ta zbukuruar, për t'u edukuar. Mua më lindi dashuria për art si një nevojë për të bërë ca gjëra që të tjerët nuk mundën t'i kenë. Por duhet ta pranoj që kam qenë një plastelin. Kam qenë një plastelin në dorën e vllait, e babait. Unë jam kështu siç jam për vllajt tim. Jam për vllajt tim, ai më ka rritur kështu të fortë, më ka rritur kështu të lirë, edhe rebele. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Më pëlqeu shumë biseda dhe që ndave eksperiencën me ne. Faleminderit. Ishte kënaqësi që ta nisja ditën kështu me ju. Me të rinjt është gjithmonë kënaqësi të flasësh, të ndash ide, eksperienca, edhe keni një dashuri që mundoni ta mbani sa më gjatë brenda shpirtit tuaj, sepse me kalimin e viteve njeriu tjetërsohet, por ju mundoni ta mbani çiltërsinë dhe bukurinë që ju ka shpirti sa më gjatë. Shumë faleminderit. Faleminderit ju. Mi që jemi rikthyer në studio, këtë radhë me dy prej nxënësve aktore të këtij festivali, me Letician, nxënëse të Kolegjit Preka, dhe me Mariolën, nxënëse të Gjimnazit Tefta Tashka Koço të Shkollës Artistike. Përshëndetje vajza, faleminderit që e pranuan ftesën. Faleminderit.
Fillimisht si u ndjet kur morët vesh që ju do bëheshit pjesë e këtij festivali si aktore? Ishte një njoftim nga presidenti e shkollës edhe Elena Sheku, një prej aktorëve kryesore të shfaqjes tonë. Ishte bukur. Mendimi i parë ishte prapë prova, seriozisht pasi në shoh prapë prova. Po kur bindja e Elenës dhe Sarës ishte kaq e madhe që do të diçka ndryshe dhe ja vlen të marrësh pjesë, ishim dakord të gjithë edhe po, me kënaqësi morëm pjesë. Ndërsa për mua nuk më tha asnjëri, unë u vota vetë në kjo. Nuk kisha asnjë ide në fakt për këtë që po bësha. Unë kisha dëshirë të bëja kurs aktrimi. Po. Dhe flas me Aleksin dhe më thotë kështu po bëhet një konkurs mes shkollave për aktrimin. Okej, thash, unë dua të futem, dua të mësoj çfarë është aktrimi. Edhe shkoj, takoj Ildën, takoj gjithë grupin. Më kanë mikpritur domethënë shumë mirë sepse isha dhe nga një shkollë tjetër. Po. Te kjo dua të ndalem pak sepse në fakt siç e përmendi dhe Ilda më përpara, shkolla juaj nuk është shumë pjesë aktive me aktivitetet që mund të ndodhin në lidhje me shkollat e tjera. Është shumë e vërtet në fakt se kemi atë botën tonë të artit, domethënë profesionale. Edhe unë nga që nuk kisha futur ndonjëherë në këto, pa ju thënë as profesorëve as njëri domethënë nuk futa vetë. Më mirë. Në fakt nuk na lejohesha. Shkolla jonë nuk lejohet futet as në rin show, as në këto që bën aktivitetet korço. Po ja që u futa. Një veprim i guximshëm tënd, jam e sigurt që edhe në vitet e ardhshme do të vlejë si ndihmë për të gjithë të tjerën. Ndoshta shkolla juaj mund të bëhet pjesë e të gjitha aktiviteteve të tjera. Shpresoj, dua në fakt, sepse na mëson akoma shumë çfarë janë artet e tjera, se ne merrem vetëm me muzikë, kupton? Po. Mi që u full vetë, troqë edhe Bjornin me vetë. Edhe Bjornin. Për ju, cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë përgatitjeve? Dhe gjithashtu të ndalem pak dhe tek pyetja tjetër, gjatë interpretimit tuaj, cilën skenë do të konsideronit si më të vështirën për ju, për të interpretuar? Shko, nuk di nga t'ja nis për këtë shfaqje, kam shumë për të folur, shumë për të treguar, edhe të gjithë grupi pa diskutim sa që fillojmë flasim për këtë eksperiencë dhe emocionohemi, se na ka prekur shumë thellë edhe ishte diçka shumë e vlefshme që do mbahet më gjithë jetën. Ishte vështirë. Ishte shumë e vështirë duke nisur që nga zhanri që ne kishim zgjedhur, që nga fakti që e përmendi dhe Ilda që ishte një vepër që nuk ishte vendosur përpara në skenë dhe ne duhesha ta krijonim vetë. Ishte gjitha merita Ildës për këtë pjesë. Po momentet më të vështira ishte fakti që ne u shkëputëm shumë nga skena, një javë rresht, meqense ishim shfaqja e fundit, shkollat e tjera kishin mundësi të bënin pas shfaqjeve të dhëna prova. Ne na duhesha të shkëputeshim disa ditë nga skena, edhe patjetër që kur erdhemi kishim pak të vështirë të kujtonim hyrjet daljet, patjetër që ana teknike ishte pak e vështirë, për këtë gjë nuk e kishim shumë në dorë, po prapë ja dolëm që edhe pa provë drita dhe fonit t'ja dilim në skenë ashtu siç duhej. Pjesa më e vështirë, mendimin tim, ishte pjesa e fundit. Aty ishte kulmi i gjithçkas. Ishte koordinimi i madh që ne duhet të bënim me njëri tjetrin, madje ne dilim nga skena dhe duhet të dilim nga cepat e teatrit, edhe çunat bënin një vrapës të tmerrshëm, duhet të dalëshin nga fillimi i teatrit dhe ne duhet të koordinoheshim dritat, pjesa e fundit mini kërcim, se nuk e shuaj kërcim të mirëfillt, tymi që na mbuloi të gjithë komplet, që i rinjt kishin marrë mos na fikeshin, mos na digjeshin, mos rrithnin, po gjithçka shkoi ashtu siç duhej. Ndërsa për mua unë kur shkova, siç e thash dhe në fillim, rolet ishin ndarë dhe fal Ildës unë në fund të mora atë rol që desha. Në fillim nuk e kuptova fare çfarë roli kisha, ma shpjegovi Ilda domethënë çfarë duhet të bëja, çfarë nuk duhet të bëja. Prap nuk e kuptova, kur pastaj u vu në skenë që shkuam në teatri dhe po shikoja hyrje, dalje, çfarë po banin, thash, kjo është teatri që do bëjmë, se në fillim nuk e kuptova fare çfarë duhet të banim. Si ishte të punonit me një regjisore si Ilda Pepi? Atëherë për mua ishte era e parë që punoja me një regjizore si Ilda. Po nëse bashkëpunon me Ildën, nuk duhet të bashkëpunosh me asnjë regjizor tjetër, domethënë nuk të ndahesh nga ajo. Do dakord ja. Ajo nuk ishte thjesht një regjizore, për na ishte një shoqe, ishte një nën, siç tha, ishin fëmijët e saj, sepse na mësoi shumë gjëra. Mua më ka mësuar shumë gjëra dhe më tregoi rrugën ku duhet të shkoja.
E vërtet, krijuam një familje të vogël aty brenda. Shiko, unë kam kur morëm tekstin për të parë dhe u njohëm me Ildën, Ilda para se të takojshim na çoi një mesazh në grupi që janë fotur detit me këmbë, e ka thënë dhe e ka stërthë këtë gjë. Dhe vërtet është, kur morëm tekstin, shkoj në shtëpi dhe i them Ahmet, nëse kjo shfaqje arrin të perceptohet dhe ne të dalim ashtu siç duhet, ne jemi fituesit. E për këtë gjë më ka shqetësuar dhe Ilda se unë dalë dhe them ne jemi më të viret, po e vërtetuam. Siç na e ka shpjeguar dramën Ilda, nuk besoj që, sepse unë kam punuar dhe me regjisorë të tjerë, nuk besoj që do ketë dikush tjetër që do na e shpjegoj. Ishte një tekst që fliste për ato kalbet e shoqërisë dhe ato padrejtësitë që ne na janë bërë dhe ajo e shpjegonte me aq detaje sa kur punoj veç me ne, kur do të thoshe monologun, ishte Ilda që andaj mendo atë personin e varfër aty në skenë, mendo shikoj me sy të amandis, do më thënë ta përshkruante dhe ti të rritesh emocioni, sepse ne jemi të vegjël për të iskenuar një varim, jo thjesht një varim të zakonshëm, por një varim të tmeshëm që ai njeriu që ne e vram, po na bën të pistokën. Edhe këto janë fjalë që na ka thënë Ilda, ne i kemi mësuar nga ajo edhe na e ka përshkruar skenën si ta jetonim vërtet aty dhe ishte diçka shumë e bukur dhe vërtet që po punove me Ildën të tjerët se si të duket. Si ka qenë bashkëpunimi juaj mes grupit, duke qenë se ishit të gjithë adoleshent, jo aktor profesionist, të rinj të skenës së teatrit? Atëherë në fillim unë pata disa zënka të vogla, se isha dhe nga shkollë tjetër, nuk dija çfarë ishte aktrimi në skenë ashtu, por kanë qenë një grup i mrekullueshëm, domethënë nuk e di sa mirë më kanë mikpritur. Është normale, duke patur dhe presionin e shfaqjes, dëshira për të fituar, është normale dhe ajo pjesë. Jo, në fakt nuk u futa me dëshirën për të fituar, unë nuk e dija çfarë ishte në fakt. Unë u futa me qëllimin që të mësoja çfarë ishte aktrimi, sepse kisha shumë qejf të aktroja dhe thash, dua të mësoj, nuk u futa me qëllimin për të fituar në atë shfaqje. Thjesht desha të mësoja. Ne njëni njëri tjetrin të shkollës, edhe për ne ishte arritje shumë e bukur që të gjithë ne të prekës të bëheshim bashkë për të mirëpritur të shkollës tjetër. Edhe krijuam një familje të vogël aty brenda, pavarësisht zënkave dhe keqkuptimeve, sepse ndodh që në proces pune profesionistët e kalojnë këtë fazë, jo më ne që kemi ato zënkat e vogla, mbase ndonjëherë për çështje egoizmi, mbase ndonjëherë për çështje keqkuptimi. Po gjëja më e bukur ishin ato Ilda si di këto, po shi aty. Para provave gjithmonë thashim, "More, kemi 40 minuta kohë, hajde shkojmë pim diçka bashkë." Edhe të vënë më kohë që mos na shante Ilda. Dilni me të shumë, sot e ke radhën ti do që rastesh, hajde tash merrni. Dhe ka Ola, njëre ka unë, njëre ka Rej, edhe rinim aty, diskutonim, flisnim për shfaqjen, kishim frikë, thoshim, "Ore, çfarë do bëjmë, talent, të ikim fare se po vdesim." Pastaj thoshim, "Hajde do ta bëjmë këtë gjë, do t'i tregojmë Ildës që ne mundemi, do ta bëjmë krenar." Edhe pastaj diskutonim për shkollën, diskutonim sepse ishim një shfaqje që u paragjykuam nga të gjithë. U gjuajtë me gur, siç e kemi shkruar siç e kemi thënë tek shfaqja. Edhe u bëm bashk si një mur i fortë, domethënë që nuk kishte njeri që na dilte para, i sfidonim të gjithë, sepse kuptuam që nga këto eksperjenca përveç se ti morëm atë kupën, ne fituam shoqërinë, ne fituam Ildën, ne fituam dorëtokitet e publikut. Jo vërtet të shikoje sallën. Edhe fati jon ishte që salla ishte mbushur me njerëz të moshave pak më të rritura, që të ishin të afta kuptonin, se një adoleshent që nuk ka interes për teatrin, nuk ulet aty dhe ta logjikoj atë çfarë aktorët duhet të thonë, ta perceptoj. Thjesht hajde do shkojmë të shikojmë një shfaqje, edhe ndonjëherë ata e bëjnë të bezishme publikun, e bëjnë të lodhshëm. Edhe kur shkonim me grupin të shikonim shfaqjet e tjera dhe shikonim që publiku nuk ishte suportues ndaj nxënësve, kishim atë frikën që mos na bëhet edhe ne kështu, mos ngatrohemi, sepse të jesh aty është më e vështirë se sa të jesh në publik. Në publik nuk ka asnjë vështirësi, ndërsa të jesh aty në skenë, të duhet ta vazhdosh edhe kur dëgjon që të kthehet batuta mbrapsht, edhe kur dëgjon që njerëzit po tallin atë që ti po thua, po është shumë e bukur që të presesh të mbarojnë dorëtokitë që ti të flasësh, domethënë ishte një tjetër emocion, sepse ishte diçka shumë e vështirë emocionalisht për ne, duhet të shkarkonim komplet, domethënë nuk ishte komedi që mund të qeshnim. Si ishte momenti kur ju shpallët fitues? Atëherë për mua unë nuk e prisja. Fare. Isha diku këtu, okay, mbaroj shfaqja dhe ikim në shtëpi. Kur tha ajo, Stina e ujkut, ai domethënë, Stina e ujkut, ngira dhe kam vrapuar, domethënë që nga shkallët që ishin lartë dhe poshtë si nuk kemi rënë të gjithë, domethënë ishte një gëzim, nuk e di. Jam ndier, ishte gëzimi më i madh që kam ndjerë në jetën time.
E thirrur ai dëgjohet në ato videot. E fillova po përqafoj atë njerëz që sinja nga publiku. Edhe isha e para në shkallë dhe shikoj thjesht Elenën që po na bënte që hajdeni, edhe përqafo të rreshtin që ishte anë kameraman, se kush ishte nuk di fare, thjesht e kam përqafuar. Kam përqafuar xhaxhain tim aty se kisha në rresht, edhe thjesht kam shkuar me vrap te skena, po kërkonin Ilden të vinte shpejt kupën. Nuk ishte shumë e rëndësishme ajo që morëm se sa emocione që çfarë ne bëm. Arrit, unë e prisja që do të thënë që ditën e parë nuk kisha në asnjë moment dyshim që ne do ishim fituesi, sepse ja vlente të fitoj mesazhi, jo, okay, të qeshurat të gjithë i duam. Në një ditë të vështirë na vjen mirë të shkojmë të shikojmë një komedi që na nxjerr pak nga rutina, po këto që na bëjnë të reflektojmë, aq më tepër ne që jemi thjesht 16-17 vjeçar që po duam të ndëgjësojmë njerëzit, është diçka shumë e bukur, vlerësohet 100 herë më shumë se sa skenografia apo dritat apo fonia. Mesazhet që njerëzit duhet ishin të përqendruar për ta kuptuar ishte thjesht 40 minuta. Po të kuptosh ato 40 minuta, unë nuk jam e njëjta pas asaj shfaqjes, domethënë mesazhi është ai çfarë mbetet. Ishte e vështirë. 2 javë para i thoshëm njëri tjetrit, "Ore, çfarë bën që aty do vdesësh gjithsesi?" Domethënë ishte po pastaj u ritëm shumë, kuptuam shumë nga aktrimi, kuptuam shumë tema, shumë grimasa që aktorë profesionist bëjnë dhe të gjitha është merita jonë, por Ilda është kryesorja këtu, se po të mos ishte ajo, do bënim thjesht diçka për të kaluar radhën, për të hequr edhe një siklet tjetër, edhe e vërtet. A mendoni se teatri ose arti është diçka që ju do ta vazhdoni edhe në të ardhmen tuaj? Atëherë për mua, unë kam shumë dëshirë që ta vazhdoj aktrimin, dua të jetë si profesioni im i dytë në këtë jetë që jam, pavarësisht se jam një muzikante, aktrimi gjithmonë do jetë mundësia ime e dytë. Unë kam dalë me kopshtin që në moshën 6 vjeçare në medreseja jepnim shfaqje për festa, për çdo lloj gjëje, mësuesja në organizante, edhe më pëlqente shumë vëmendja, më pëlqente shumë të kisha skenën ta zotroja të gjithën për veten time. Ashtu ka vazhduar edhe unë jam shumë e lidhur me artin, sidomos me shkrimin. Ne kemi folur dhe në episodet e më parë. Sidomos me shkrimin, arti është shumë i bukur për të shprehur veten, por unë si Leticia nuk e bëj dot. Nuk i futem dot kësaj bote, është shumë me egër se ç'duket, është shumë e vështirë edhe është tamam luftë për mbijetesë. Po që patjetër nëse do kem mundësi të marr pjesë në shfaqje, në shkrime, patjetër që përgjigjja ime do jetë po. Vërtet edhe unë mendoja domethënë që aktrimi ishte i thjeshtë, më i thjeshtë se ç'është muzika. Por jo, aktrimi domethënë që ka gjë më e vështirë në këtë botë. Kështu më duk domethënë. Shumë faleminderit vajza, thatë vërtet mesazhe shumë të forta edhe për të gjithë të rinjt që na ndjekin. Ju uroj shumë suksese. Faleminderit shumë suksese. Miq, do të shkëputemi për një hapësirë të vogël dhe do të rikthehemi në studio me të ftuaren e fundit. Na ndiqni. Në Korçë u mbyll me sukses edicioni i parë i Festivalit të Teatrit për të Rinjt Akt Plus, një aktivitet i rëndësishëm kulturor që bashkoi për 5 net me radhë energjinë, talentin dhe kreativitetin e të rinjve të qytetit. Mbrëmjen finale të 14 nëntorit, në skenë u ngjit trupa e Kolegjit Preka me dramatizimin Stina e Ujkut, një vepër e vënë në skenë nga regjisorja Ilda Pepi. Pas vlerësimit të jurisë, pikërisht kjo trup u shpall fituesja e festivalit, duke u vlerësuar për lojën e fuqishme skenike, interpretimin e matur dhe mënyrën artistike të trajtimit të veprës. Shfaqja trajton marrëdhëniet komplekse njerëzore në një realitet ashpër ku instikti, frika dhe e vërteta përplasen me njëra tjetrën. Dëshira ime më e madhe nuk është që thjesht punojmë teatr, thjesht mësojmë ç'është fjala, por t'japim mesazhe të bukura, edhe vepra jon pak ndryshe nga të gjithë, edhe që ishte një përpëlitje imja e vazhdueshme nëse do të kuptoheshim, nëse do t'i arrinim qëllimit për të çuar mesazhin ton deri në fund. Një tekst shumë i bukur i shkruar nga Ridvan Dibra, Shkodran, një tekst me plot filozofi, në të cilën është një përplasje e madhe e njeriut me bishën që ka brenda vetes së tij. Sot është një ditë shumë e veçantë, duke marrë parasysh se është hera e parë që ky aktivitet zhvillohet në qytetin e Korçës. Emocionet patjetër që janë të pashpjegueshme, si për ne që fituam shfaqja më e mirë Kolegji Preka, por edhe për ndjesinë që morëm nga shfaqja dhe shpresoj që mesazhet jetë përcjell aq bukur tek publiku saç është ndjer nga ne në skenë.
Ky festival dëshmoi edhe një herë se gjimnazistët e Korçës kanë talent, pasion dhe dëshirë të fortë për artin skenik. Miq, pasi kemi ndjekur materialin për mbledhës mbi festivalin, jemi rikthyer në studio, këtë radhë me Elena Zhekon, aktore nga nxënëse nga Kolegji Preka. Përshëndetje Elena, faleminderit që faleminderit jush për ftesën. Fillimisht si u ndjet kur zbulove që do ishe pjesë e këtij festivali, do ishe aktore në këtë festival? Atëherë ishte pak e çuditshme, duke marrë parasysh se ishte hera e parë që një format i tillë sillej në qytetin tonë. Edhe në fillim isha pak me dy mendje, po ta bëj mos e bëj, po shkolla, këtë i theshte mami, jo, se do pjesh ka mësimet, Elena. Pastaj thash, okej, maturante, viti fundit, e dua dhe një eksperiencë tjetër këtu, edhe do ta bëj, thash. Dhe shumë mirë para. Po, faleminderit. Cili ishte momenti më i vështirë gjatë përgatitjeve dhe si e ke kaluar ti? Momenti më i vështirë besoj ka qenë momenti kur nuk kishim kaluar akoma në skenë, për mizan skenë, sepse ishim akoma të paqartë çfarë do bënim, ishim akoma me ato fletët me tekstin, tekstin se kishim mësuar akoma, bënim dy fjalë shpejta, ja haronim, po e kthejmë prapë, po thesha si mi gjikundi. Lëvizje nuk kishim, ishim me këto ide të çmendura të ilit, ta bëjmë kështu, ta bëjmë kështu, po se do ta lësh këtu, ta bësh ashtu. Mirë tani mos e bëj, po ta bësh në skenë. Gjithë ato ta bësh në skenë, e diun. Edhe isha ti edhe kjo besoj ishte pjesa më e vështirë që akoma nuk e dinim çfarë do bënim, si do ta bënim, sepse nuk e kishim teatrin. E tha dhe Ilda, nuk ishte në dispozicion gjatë gjithë kohës. Pastaj kur hym në teatr, hollëm këto lëvizje, shumë tani më pëlqen, shumë tani, po, e shikoj vizionin tënd të gjithës. A kishte ndonjë skenë që të sfidoj më shumë gjatë interpretimit tënd? Po. Tani, o do t'i ishte pjesa pika kulmore, pas momentit të kërcimit të dytë, ose pjesa e fundit. Po fundi besoj pak më shumë, sepse atje ishte një pjesë ku ti që ta bëje publikun ta kuptonte atë që ti doje të thoje dhe ta transmetoje mesazhin, duhet ta shije me sytë e mendjes. Dhe për një 17 vjeçare të shoh me sytë e mendjes një skenë varrimi ku ti thua do të nxjerrni eshtrat, do t'i futni në thes, do t'i hidhni diku, është e çuditshme. Asnjë 17 vjeçar nuk i bie rasti të flas për gjëra të tilla. Edhe duhet ta përjetoje vërtet, e lexoja, edhe Ilda, mos e bëj. Mendoje në kokën tënde. Edhe unë rija e mendoja, po si të bëj, ç'ke do ta mendosh. Ajo ishte sfiduese. Duhet ta konceptoje ndryshe që ta sillje emocionin, se ishte pjesë vërtet e fortë fundi. Po, dhe duke qenë se ishte edhe pjesë e fundit. Po, pjesa ku mblidheshin të gjitha emocionet për të shpalosur. Po, atje duhet të shkarkoje gjithë shfaqjen. Elena, si ishte të punoje me një regjizore të re dhe me një qasje moderne si ajo Ilda Fepi? Po Ildën e dua shumë. Ilda e bëri të qartë që ju do shumë. Po edhe ne e duam shumë Ildën. Ilda, kemi punuar edhe me regjizorë të tjerë më përpara, në Rin Show, edhe me aktivitetet tjera artistike edhe në kërcim. Po një njeri si Ilda, nuk e kam njohur. Ishte ndryshe. Ilda ishte ndryshe, ishte e dashur, me ne ishte afruar, dhe ndryshe nga herët e tjera, Ilda ka nisur që tek baza e teatrit. Çfarë është fjala dhe çfarë është aktrimi. Nuk ka nisur direkt, okej, keni tekstin, ti merr këtë dhe bëheni tani se kështu. Jo, Ilda ka nisur nga fillimi, është treguar e duruar me ne, ka punuar, na e ka shpjeguar, bënim gabime, s'ka çajtë, e kthejmë edhe një herë. Ta shpjegonte 10 herë, 100 herë, edhe dashuria që kishte për ne, se Ilda e tha që arti duhet të punosh në një vend ku ne e duam njëri tjetrin. Në asnjë moment nuk mund të shkosh në prova kur ti thua po tash prova. Jo, unë të shoh sa mirë tani kemi prova do vetë atje me Ildën. Ka qenë si shoqe për ju. Po, më shumë se shoqe. Ishte atje për ne gjithmonë, pavarësisht punëve të saj, ngarkesave të saj, familjes, Ilda është nën, ishte atje për ne gjithmonë kur ne kishim nevojë. Po mes jush aktorëve, si ka qenë bashkëpunimi për realizimin e këtij interpretimi?
tani patjetër si çdo moshë adoleshente do ketë keq kuptime, konflikte, debate. Patjetër se janë gjithmonë edhe mes të rritursh dhe profesionistësh janë prezente, jo mes gjimnazistësh. Por mendoj se ishim një grup me fëmijë shumë të edukuar, fëmijë të dashur, fëmijë nga familje shumë të mira, të cilët e dinin që këtu e teprova, e kalova limitin dhe të vitet të kërkoj të falur. Edhe unë kam kërkuar të falur në momente ku e kam lëshuar një fjalë më shumë se ç'duhet, pavarësisht se mundohesh të qëndrosh e qetë. Dhe kjo mendoj është fryma e grupit. Ishin fëmijë që ishin të dashur, fëmijë që e donim njëri tjetrin. Domethënë ne vinim përqafoheshim të gjithë, sa mirë, nuk e shikonim ndonjëherë po tash i duro këta. Jo, patjetër kishte keq kuptime, debate. Ne u munduam që ta ulim tensionin në momentin që kapte majën dhe pastaj të shiko më fal edhe të përqafoheshim prapë dhe të zbuteshim me njëri tjetrin. Kjo na mbajti frymën e grupit, mirëkuptimi dhe dashuria për njëri tjetrin. Lena, si ishte momenti kur u shpallët fitues? Më thuaj A e prisnit njërë që të fitonit? Po tash unë nuk gënjejtos. Jam shumë realiste. Shfaqjet e tjera ishin shumë të bukura. Kishin patjetër defektet e tyre teknike, edhe tona kishte defekte teknike. Dhe isha me dy mendje, do ta marrim, s'do ta marrim. Po jasna e pëlqejnë. Ja na shkon diçka keq. Që e prisja. Tani realisht sepse ishte një shfaqje vërtet inovatore. Por edhe nëse nuk do ta kishin fituar, nuk do ndryshonte absolutisht asgjë. Sepse në fund të fundit ajo çka ka më shumë rëndësi për mua dhe për ne si grup, jam shumë e sigurt është që ne mësuam nga kjo eksperiencë. Ne fituam një miqësi me Ildën, aq e dashur, një miqësi me njëri tjetrin, krijuam një rrethëri, morëm eksperjenca të reja, mësuam shumë për skenën, për fjalën, për aktrimin. Dhe këto na bëjnë fitues, nuk të bën kupa. Kupa ngelet atje në raft edhe kthehesh për 6 muaj kur vjen prapë në shtëpi e shikon. E mirë ishte kjo, po çfarë fitova unë nga kjo. Kurse momenti isha në skenë edhe kolegji prej kastin e ujkut. Isha vetë në skenë edhe ata ishin lart edhe unë hajde se ngela vetë këtu. U gëzova patjetër që u gëzova sepse u vlerësua puna e 2 muajve e gjysmë. Edhe ishte diçka e veçantë që do ta mbaj mend gjatë. Po çfarë mendon se e bëri shfaqjen tuaj që të veçohen nga të tjerat? Emocioni. Shfaqjet e tjera ishin, thash, të bukura, të strukturuara, me gjimnazistët kishin ritmin edhe atë të tyren, por tona jepte një emocion që të tjerat nuk e jepnin, edhe nga zhanri që kishte patjetër. Shfaqjet e tjera ishin komedi dhe qëllimi ishte që ti ta bëje publikun të qeshte, ta argëtoje, kurse tona nuk kishte qëllim që ta argëtonte publikun duke e bërë për të qeshur. Tona kishte qëllim që të jepte një mesazh shumë të fortë, që çfarë po bëjmë ne si shoqëri. Ne po kalbemi si shoqëri. Pavarësisht se një pjesë e njerëzve nuk arrin do ta kuptojnë, patjetër kur ngjitesh në skenë duhet të pranosh që ka kritika, do ketë njerëz që nuk e kuptojnë, do ketë njerëz që do të duartrokasin në mënyrë më të sinqertë, do të përgëzojnë dhe ne ishim të gjithë atje në skenë. Pra kur publiku është përballë nesh, ne jemi në skenë, ne ishim në një dimension dhe në një botë tjetër. Ne nuk ishim më në Korçë, ne ishim në botën tonë të iluzioneve, të prallave dhe atje zhvillohej ajo dhe nëse ti do të përcjellësh emocion, ti duhet ta jetosh. Edhe fjalën, edhe lëvizjen. Dhe kjo mendoj se i dha më shumë dinamik shfaqjes, emocioni dhe ndjesia që përcjell. Elena, ti në të ardhmen, do ta vazhdosh artin apo teatrin? Po dua. Dëshira është shumë e madhe, sidomos pasi punova me Ildën, më ngjalli një dashuri shumë të madhe për teatrin, që ka qenë prezent atje edhe që e vogël, edhe unë që 4 vjeç kam dalë në skenë. Edhe dua vërtet shumë, por duke parë botën të cilën po jetojmë sot, ku arti nuk vlerësohet, artisti nuk vlerësohet, aktori, balerini, kërcimtari, regjizori, janë shumë të rrallë ata artistë që arrin të çajnë në botën e artit dhe duhet të jesh shumë i zoti. Duhet të gjesh edhe tregun e dur, edhe lidhjet dhe njerëzit e dur.
Dhe mendoj se është një punë që nuk vlerësohet. Bota po lëviz më shumë drejt teknologjisë, tek inovacioni, njerëzit janë më të përqendruar tek këto. Dhe nëse paraja nuk do të kishte rëndësi, unë do zgjidhja artin. Por jam e detyruar që të zgjidhësh diçka tjetër. Të zgjidh diçka tjetër, kam zgjedhur diçka tjetër, do të marr një drejtim tjetër në jetë. Por bota e artit është pasion për mua, është dashuria ime e parë, jam rritur atje. Teatri na ka rritur, na ka formuar. Janë kujtime pafund të bukura për mua, por nuk janë karrierë. Nuk mund t'i bëj dot karrierë, nuk është për mua ajo jetë, aktori dhe artisti. Përgjithsesi, si pasion do ngelen gjithmonë. Patjetër. Si karrierë jo. Patjetër, kur kemi bërë një takim pas Rën Show-t me një COD, më duket ka qenë, dhe prap kjo pyetje më është bërë që do ta vazhdoni artin dhe pse nuk e vazhdoni. Dhe kam thënë që nuk e vazhdoj dot për këto arsye që i përmenda, por duke qenë se unë do ikja shtetit, kam thënë kur të vi dhe të jem 3 muaj në ver pushim ose 1 muaj në dimër, hajde të bëjmë një gjë në skenë, të kthehem edhe një herë, ta përjetoj edhe një herë atë dashurinë e parë që kam për skenën dhe për artin. Do të jetë një pasion që do m'ndjek edhe dua t'ja ushqej edhe fëmijëve tim në të ardhmen. Elina, shumë faleminderit që ishe sot. Faleminderit ju për ftesën. Unë të uroj shumë suksese kudo. Shumë faleminderit dhe unë ju. Faleminderit. Miq, kjo ishte gjithçka për këtë episod të sotëm të emisionit Të Rinjt për të rinjt. Kemi folur sot në Gjerësi për festivalin e aktrimit, festivalin e artit të rinjve, Akt Plus, ku kemi patur të ftuar regjisorin Ilda Pepi, si dhe nxënës të grupit fitues të këtij festivali. Deri në episodin e ardhshëm, kalofshi një javë të këndshme.